Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirana Lilin këtu në kanalin ton Rrëfim e Jete, për të ndarë rrëfimin e radhës. Rrëfimi që do ta ndaj është një rrëfim shumë i ndjerë, një rrëfim i prekshëm, një rrëfim i dhimbshëm. Është një histori e cila ka ndodhur vite më herët. Por nga gjërat e saj të jetës nuk dua ta paragjykoj, kjo nën ka mbajtur në zemër një sekret. Një sekret që sot asaj po i shfaqet në ëndër dhe po i kërkon një shpjegim. Për çfarë bëhet fjalë, ndiqeni videon deri në fund. Sot po e shkruaj këtë letër me zemrën që më dridhet dhe me lotët që nuk më ndalen prej vitesh. Nuk e di nëse dikush do ta dëgjojë ndonjëherë, nuk e di nëse djali im është gjallë, edhe nëse nuk e di, a më kujton ende. Por e di që një nën nuk pushon kurrë së kërkuari fëmijën e saj. Edhe kur thinjet, edhe kur bëhet gjyshe, edhe kur shpresa shuhet para syve të saj, zemra vazhdon të rrahë vetëm për atë dhe për familjen. Unë kam lindur një djalë. Ishte dimër kur ai erdhi në jetë. Mbaj mend të britmën e tij të parë, aq të vogël e aq të pafajshme. Mjekët ma vendosën në krahëror dhe unë mendova se Zoti më kishte dhënë të gjithë botën. E putha në ballë dhe i premtova se do ta mbroja gjithë jetën time. Nuk e dija se një ditë do të mbetesha vetëm me kujtimin e atij momenti. Kanë kaluar shumë vite që nga ajo ditë. Vite të gjata, të errta, vite ku kam trokitur në dyer, kam pyetur njerëz, kam qarë fshehurazi në net pa gjumë. Askush nuk më jep një përgjigje. Askush nuk e di se ku është djali im. Disa më thonë ta haroj. Po si mund ta haroj? Si mund ta haroj gjakun tim? Një nën mund ta haroj veten, por jo fëmijën e saj. Sot jam gjyshe. Kam nipër e mbesa që më përqafojnë e më thrasin gjyshe. Më japin shumë dashuri. Por në zemrën time kam një plagë që nuk mbyllet kurrë. Kur i shikoj duke luajtur, më shkon mendja tek djali im. Pyes veten, a ka fëmia ai? A është për baba? A më kërkon ndonjëherë siç e kërkoj unë çdo ditë? Më e dhimbshmja është se ai më del shpesh në ëndër. Çdo natë pothuajse. E shoh si fëmijë, me sytë e tij të vegjël që më shikojnë me shumë mall. Ndonjëherë më del një burr i rritur. Më afrohet edhe më thot: "Nën, po të kërkoj. Pse nuk më gjen?" Dhe unë në atë moment zgjohem duke bërtitur. Zgjohem me zemrën që më qahet në dysh. E prek fytyrën time dhe e ndjej të lagur nga lotët. Dal në dritare në mes të natës dhe shikoj rrugën bosh. Sikur ai do të vi papritur e do të më thras: "Nën, jam kthyer."
Kam vite që jetoj me këtë shpresë të çmendur. Çdo trokitje dere më bën të dridhem. Çdo telefonat më ndal frymën. Sa herë shoh një burr në rrugë që ka ecin e tij, zemra më re fort. Vrapoj me syt pas tij dhe pastaj kuptoj se nuk është ai. Kthehem në shtëpi e thyem përsëri. Njerëzit nuk e kuptojnë dhimbjen time. Ata mendojnë se koha shëron gjithçka. Jo. Ka plagë që vetëm koha i mëson të heshtin. Por brenda vazhdojnë e të rjedhin gjak. Unë jetoj me një boshllëk që nuk mbushet dot. Në sofrën time gjithmonë mungon një karige. Në zemrën time gjithmonë mungon një zë. Ndonjëherë ulem vetëm dhe nxjerr rrobat e vogla që i kam ruajtur prej vitesh. Një bluzë të vogël, një fotografi të vjetër, një batanie që mbante erën e tij kur ishte foshnjë, i përqafoj, si të ishtin vetë ai. Dhe qaj si në ditën e parë. Kam pyetur veten me mijëra herë, a më kërkon valla, është gjalla, i kanë thënë ndonjëherë për mua, a e di sa shumë e dua. Nëndrat e mia i gjithmonë më thotë nën mos u dorëzo. Por unë jam lodhur, shpirti im është lodhur nga pritja, ka net kur lutem që Zoti vetëm të ma tregoj qoftë edhe nga larg. Nuk kërkoj asnjë gjë tjetër. Dua vetëm ta di që jeton, dua vetëm ta përqafoj një herë para se të mbyll syt për gjithmonë. Kur nipërit më pyesin pse qaj ndonjëherë fshehurazi, unë nuk di ç'ti them. Si t'u shpjegoj se zemra e një nëne mund të mbetet e humbur për jetë bashkë me fëmijën e saj. Ata më shohin me pafajësi dhe më përqafojnë, por ka përqafim që mungon në jetën time, përqafimi i djalit tim. Nëse dikuj e duke më dëgjuar biri im, dije se nuk kam pushuar asnjë ditë se menduari për ty. Asnjë ditë. Nuk ka rëndësi sa vite kanë kaluar, nuk ka rëndësi sa thinja kam në flokë. Për mua ti e ende ai foshnja që mbajta në krah dhe i këndova ninulla. Nëse je gjallë, kthehu, qoftë edhe për një minutë. Nëse më kërkon mos u ndal. Nëse të kanë thënë gënjeshtra për mua, mos i beso. Sepse zemra ime ka jetuar vetëm për ty. Kam frikë nga dita kur do të largohem nga kjo botë pa të parë. Ky është mangthi im më i madh. Të iki me mallin tënd në zemër dhe të mos të dëgjoj më kur zërin. Të mos të di kur të vërtetën. Por prap çdo natë para se të flej lutem Zotit, ma ruaj djalin kudo që është. Dhe nëse një ditë mundet, ma sill pranë, edhe vetëm për një përqafim. Sepse një nën nuk ndalon kurrë së prituri, edhe sot, edhe si gjyshe, akoma jam duke pritur t'i mbjerë.